Avokat, si mendoni, pse ambasada u vonua që t'jap një mesazh të tillë dhe kaq të shkurtër në drejtim qoftë edhe të popullit shqiptar për zgjedhjet e 11 majit, apo kishte një, po themi, një hezitim se cili do ishte qëndrimi që do mbante kundrejt këtij procesi zgjedhor, apo nga ana tjetër ka një mesazh të fshehur që i adresohet kryesisht kryeministrit Edi Rama? Mendoj, do ta filloj me kjo e fundit. Mendoj që duhet të ketë një mesazh të fshehur. Por imagjinoj dhe përmbajtjen e atij mesazhi. Fantazoj domethënë. Pse e them këtë? E them sepse Edi Rama, ata kanë pritur nga Edi Rama që të deklaronte anullimin e zgjedhjeve, ngritjen dhe marrjen e pushtetit nga një qeveri teknike e cila do përgatiste vendin për zgjedhje. Edi Rama këtë nuk e bëri dhe nuk e bën se Edi Rama mundohet tani kapet si mbyturi pas leshtë e kokës që të shpëtojë. Edi Rama është praktikisht i mbytur. Dhe nuk e bëri edhe atë që mundësinë që i dhanë amerikanët që kishte kohë të shprehej dhe të anullonte këto zgjedhje, të mos i konsideronte, po doli edhe bëri dhe festën te Qeshit Skënderbej, duke vënë një yll të madh atje në shesh, që s'ka lidhje fare me ne shqiptarët ai yll. Dhe nuk pranoi që zgjedhjet i ka vjedhur, që zgjedhjet i ka manipuluar, por në bashkëpunim të plot me heshtjen e Sali Berishës, janë të dy bashkë. Zotëri, ambasada amerikane e di mirë që oktapodhi komunist në Shqipëri i ka kthe ato tentakulat e gjata dhe ka kapur të gjitha sperat e shoqërisë. Ambasada amerikane pa shumë mirë, pa fare qartësisht që në fushatën zgjedhore ishte komplet administrata. Për shembull, këtu ku jam unë të Shalvaret që kandidonte ky Fatmir Xhafa, 2 veta ishin punojës ministrie të Ministrisë së Shëndetësisë, nuk po i them emra, s'ka nevojë të them emra. E din vetë ata, që ishin punonin tërë ditën këtu për të bërë fushatë zgjedhore. Pra, e gjithë administratë, unë këtë e them konkrete dhe po të duan të më kundërshtojnë, të dalë ndonjë të thotë që s'është kështu si thua ti. Do ta dëshiroja një tillë, sepse e kam dokumentuar dhe me zë dhe me figurë. Dhe të thonë që s'ka marrë pjesë atë. Po si këtu te Shalvaret ka qenë në të gjithë Republikën e Shqipërisë. Dhe mos shkojmë tutje. Por Edi Rama pranoi që të bëj deputet figurën më të degeneruar në jugun e Shqipërisë, tërmet pesin. Pra, madje i dha dhe shumë vota, duke mbuluar skandalin e tij seksual të pështirë që me një punojëse të administratës dhe ai, se këta komunistët të zotëri i mbajnë gratë që kanë në përzyrë, do të bëjnë dashnore, do të pushojnë nga puna. Dhe u pas kam pasur të drejt para 1-2 vjetës që thash gruan po e qove të drejtori kryeministrit, dhe drejtori ministri, brigadieri, ja ke dhënë atij. Ja urdhë të vërtetohet. Partia e punës e Shqipërisë në 3 raste, 3 kryetarë bashkie janë kapur me preshë dorë duke me zyrtarët edhe me punojësit e administratës. Pra, veç kësaj, Edi Rama duhet të na thotë sot, të dalë që të opinioni publik, listën emërore të 27 vetave që manin rroga në qarkun në rrethin e Tepelenës, duke qenë dhe jashtë shtetit të verifikohen dhe nëpërmjet sistemit TIMS. Dim shumë zotëri, por nuk na pyesin, sepse organet hetimore janë në dorë të Edi Ramës. Unë edhe një herë tjetër po i biciri Biros Kombëtare të Hetimit sot nga ju. Edhe një herë tjetër po i drejtojmë Altin Dumanit. Zotëri, bën detyrën. Zoti Dumani bën detyrën. Bën detyrën sa s'është vonë për ty. Dhe mos u trëm nga Edi Rama, se s'ka që të bën Edi Rama. Edi Rama i ka ngarkuar plaçkat. Zoti Islami, mesazhi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës nuk mbaron këtu, teksa një prej zyrtarëve kryesor të Departamentit Amerikan të Shtetit ka adresuar një mesazh të fortë kundrejt vendeve evropiane, në të cilën është edhe Shqipëria, duke theksuar se minimi i proceseve zgjedhore rrezikon partneritetin ton strategjik. Çfarë do të thotë konkretisht ky mesazh
por edhe për vetë klasën politike shqiptare. Ajo është një, më falë për shprehjen, po ajo është një pështym surrati për ata LGBT të Evropës që erdhen këtu, hëngrën e pinë dhe vlerësonin sharlatanin Edi Rama për zgjedhjet që bëri. Dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës me atë mesazh që kanë thënë Evropës që ki kujdes, largohu nga Shqipëria, qërohuni ande se s'keni punë ju aty. Shqipëria është në mbrojtjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ne nuk e ham sapunin për djatë, ishin aty ata kryeministrat dhe ministrat e Evropës, midis tyre edhe ai që hëngri dackën turie nga ajo gruaja burr me të cilën është martuar, 30 vjet më e madhe se ai. Shtetet e Bashkuara të Amerikës që thonë Evropës që ato që bën ti ne nuk i pranojmë dhe ne nuk e ham sapunin për djathtë. Nuk mund të pranojmë që Edi Rama ka bërë zgjedhje të lira dhe të ndershme. Dhe nuk mund të pranojmë që 10% e popullsisë shqiptare të nxjerrë 83 deputet. Ai mesazh është një grush i fortë kundër të gjithë kryeministrave të Bashkimit Evropian dhe diplomatëve evropian. Është tamam një grush kundër që besoj se do ta marrë veten Evropa në ai grush kundës. Mund ta paguaj, mund të ketë pasojë akoma të mëbonshme dhe u pres të ketë pasojë të mëbonshme në të ardhmen midis Evropës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ky mesazh i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në fakt tregon edhe ato që ju e keni parashikuar në vimësi, pavarësisht se ka shumë që ju kundërshtojnë se si bëni parashikime të tilla politike, por në fakt është një përforcim i atij parashikimi që ju keni bërë në vazhdimsi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë një tjetër qasje kundrejt zgjedhjeve në Shqipëri dhe kundrejt politikës shqiptare. Ju si e lexoni këtë pjesë tashmë ku ato që ju keni parashikuar në aspektin politik dhe gjeopolitik tashmë përforcohen edhe nga ky mesazh kaq i fuqishëm kundrejt vendeve evropiane në të cilën bën pjesë edhe Shqipëria? Lavdi Zotit, falenderoj Zotin për këtë gjë, se ajo nuk është aftësia ime ose studimi imi, po është një dhunti që ta jep vetë Zoti për të ndjerë gjëra, se kur je vetar zotëri dhe kur e do shumë vendin tënd, çdo gjë Zoti ta sjell përmbar. Ju e thatë vetë që janë vërtetuar parashikimet e mia dhe sikur ashtu ndodhi vërtet, siç e kisha parashikuar. Dhe prap edhe në të ardhmen parashikoj, ndjej më shumë, se është ajo shtisa e gjashtë që ne nuk mund ta shpjegojmë, nuk mund të izolohet shkencërisht, por e ndjej që Shtetet e Bashkuara të Amerikës me këtë mesazh që i kanë dërguar Evropës, i kanë thënë turp të kesh, me ta them popullorse, se në fakt ajo është një pështymturie për Evropën. Dhe sikur Zotit, ato që kam thënë edhe që kam deklaruar dhe këtu në emisionin tuaj, janë vërtetuar dhe po vërtetojnë edhe nga mesazhi i fundit që dërguan Shtetet e Bashkuara të Amerikës udhëheqësve të vendeve evropiane.